Në një përzgjedhje të vështirë, në një garë ku kishte filma nga i gjithë rajoni i Europës juglindore, si nga Kroacia, Serbia, Maqedonia e Veriut, Bullgaria dhe Greqia, filmi Era i regjisores Sparta Kelmendi u zgjodh filmi më i mirë në edicionin e 24 të Cine Days Festival of European Film në Shkup. Сега вече знаете кой е. Филмът Era. Tashmë e dini cili është. Filmi Era. Flet për vjedhjen e rinisë në fillim të luftës në Kosovë, temë që rrallë përpunohet edhe pse në vitet e 90-ta ishim dëshmitar të shumë ngjarjeve të tilla. Në periudhë të eskalimit të tensioneve, rrallë e paraqitur në kinematografinë rajonale. Kjo paraqet sfidë edhe për autor me përvojë, e në veçanti për një regjisore debutuese. Me dialog minimal dhe qasje precize të regjisores, Kelmendi hap dhe mbyll shumë dilema, siç thot protagonistja. Asnjëherë nuk isha mjaftueshëm e guximshme që të iki. Kelmendi ishte mjaftueshëm e guximshme për ta sjellë këtë temë komplekse. Marija, evo сега може две награди. Ju faleminderit Cine Days dhe seleksionuesit që e përzgjodhi dhe juris për çmimin. Dua të ju përshëndes të gjithëve nga regjisorja Sparta, e cila gjendet në Paris dhe nuk mundej të ishte këtu. Gjithashtu dua të ju shpreh falënderime shumë të mëdha për gjithë ekipin autorëve, drejtorin e fotografisë Naum Doksevski, skenografin Kiril Spasevski Kikic, ekipin e madh të montazhit në Maqedoni, të cilin rrallë shohim edhe në filmat maqedonas në numër kaq të madh. Sandra Çevraçka, Përveç Ana Obaqiq, pjesë e juris ishin edhe Fatos Berisha dhe Jasmina Karajlović. Filmi Era u vlerësua si një rrëfim i fuqishëm që rikthen kujtimet e viteve 90-ta në Kosovë. Gjatë 94 minutave, rrëfimi ndjek një vajzë të re që detyrohet ta lërë jetën e saj urbane në Prishtinë, duke u ballafaquar me realitetin e ashpër të një fshati ku duhet të ndërtojë një ritëm të ri jete. Përmes sfidave personale, marrëdhënieve me familjen dhe përplasjes me rregulla tradicionale, Era hap diskutimin për identitetin, lirinë dhe zgjedhjen individuale. Historia merr një kthes tjetër me shfaqjen e një djali që ndihmon njerëzit të largohen nga vendi, duke vendosur protagonisten përballë dilemës së madhe mes qëndresës dhe ikjes. Filmi prek thellë përvojat njerëzore të asaj kohe, duke nxjerrë në pa dimensionet sociale, kulturore dhe emocionale që formosuan jetën dhe vendimet e një brezi të tërë.